Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhuar falenderojmë, lutim Allahun xhalla wala që këto takime tona t'i bën Allahu të dobishme, të frishme për neve në dunjë dhe të shpërblyera dhe ngritje drejtësh në ahiret. Të nderuar tashmë veç është më së njohur se libri që po e lexojmë së bashku në këto natë tona është një libër që ka përmbledh meditimet e Ibn Qayyimit rahimahullah në tema të ndryshme. Nganjëherë marrim informata të reja, komente të ajeteve, haditheve që kemi marrë të kaluarën, po nganjëherë nuk është çështja të informatat sa është, domethënë, me mësu mënyrën e të menduarit si musliman. Çysh mendon një musliman, çysh i çast argumenteve, çysh i përjeton adhurimet, çysh, domethënë, i analizon gjërat, dhe kjo mendoj që është shumë e rëndësishme. Normalisht njerëzit në këtë aspekt dallojnë mes vete, varet nga dija, nga përvoja, nga leximi. Mirë po, çdo besimtar duhet me pas parasysh se besimi në Allahun xhalla xhelaluhu, udhëzimet e Kuranit nuk duhet që të jenë vetëm shtytës në veprime të saktuara, por duhet me qenë edhe ndërtues të mendimit, ndërtues të mentalitetit, analizët qasës dhe gjërave të saktuar që është ne i kuptojmë senet në këtë dunja. Kjo nga një anë, në anën tjetër ka disa çështje që dietarët i kanë përmendur si bazat fesë. Nuk është e vogël, domethënë që diçka më marr këtë grad, këtë epitet, ose është bazë e fesë. Ose për shembull kur thënë dietarët se Islami ndërtohet në dy shtylla kryesore. Para këtë ky Islam që është jetë për njerëzit, është udhëzim për njerëzit, ndërtohet në dy shtylla kryesore. Shtyllën e durimit dhe shtyllën e falënderimit. Ti kupton tash domosdoshmë sa është rëndësi falënderimi. Ajetet e Kuranit domosdoshmë flasin shumë për falënderimin. Surja e parë Fatiha që është baza e Kuranit fillon me Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Tash a e përjetojmë ne kështu këtë falënderim, a e shprehim ndaj Allahut këtë falënderim kështu, është çështje tjetër. Ibn Qayyim rahimahullah shpeshherë përmend çështje të tilla madhore, duke u qasur nga kënde të ndryshme që të ngrit nivelin e vetdijes kashi çështjeve të tilla, kashi temave të tilla. Dhe kjo e bën këtë libër interesant, e bën të veçantë. Për shkak se nuk është çështja e trajtimit të temës, domthonë me argumente, me ndarje, me shpjegime, por është edhe me në mënyrë qysh me e kuptuna ma drejt, ose me e përjetu një temë të tillë që për shembull është me përmasa sikurse falënderimi ose durimi. Këtu Ibn Qayyim rahimahullah në këtë mendim sa që do të flasim për ta, ndoshta nuk ka shumë informata të reja, por është një informatë e rëndësishme që e përpunon Ibn Qayyim në mënyrë pak më të veçantë. Dhe pastaj pasi që e përpunon jep disa konstatime shumë interesante. Andaj ajo që më ka bërë me marrë këtë meditim, me përzgjedh në kuadër të meditimeve që i kemi trajtuar, dobive që i kemi trajtuar, është domethënë mënyra e përpunimit të disa njohurive që na i dim, po nuk i përpunojmë çështën. Nuk kemi çështje çështën, nuk i kuptojmë në çet nivel. Dhe si rreth kësaj për shembull edhe nuk arrim tek përfundimet që Ibn Qayyim rahimahullah synon me arrit përmes trajtimeve të këtilla, sikurse në këtë meditim, po edhe në shumë librat e tij. Këtu fillimisht Ibn Qayyim rahimahullah përmend, domethënë se komplet arritja tek qëllimi që do ta përmend në fund, realisht fillon nga funksionimi i mirëfillt i bazave tona. I kujtohet e kam përmend disa herë se na domethënë alhamdulillah ka njohuri, ka kuptime të mira, ka edhe praktika, mirë po sa janë këto funksionale për me ndërtu jetën, me organizu jetën, me orientu jetën, me i tekalu të lashtë të dunjas, kjo është pasaj çështje që ka hapësirë më diskutu. Funksionimi i adhurimeve në jetën e përditshme, edhe përfitimi nga funksionet e imanit është temë që ne duhet në vazhdimsi të ndërmjetësisht me e trajtu. Këtu Ibn Qayyim rahimahullah përmend një rregull në fillim,
dhe pastaj këtë rregull e përpunon dhe e ndërton mbi baza të caktuara dhe në fund jap konkluzën e caktuar që mendoj se është shumë e rëndësishme për neve. Thot Ibn Qayyim rahimullah në këtë kapitull, thot nuk ka mundësi me përfitu nga begatia Allahu Gjelle Gjelaluhu e besimit dhe e dijes, përveç ai i cili e njeh veten e tij. Ma shikoni këto dy, domthonë çështje të rëndësishme si rregull që ka pranë Ibn Qayyim rahimullah. Çështja më madhore në jetën tonë është imani dhe dija që Allahu na ka dhënë. Njohurit që domthonë jena udhëzuar, na ka ndriçuar Allahu xhallahu ala me tofën. Dhe këto njohuri realisht edhe e kanë sill besimin në Allahun, bindjen në Allahun, kanë mundsuar Allahun me adhuru. Dhe kjo është begatia më e madhe që Allahu ta ka dhënë. Tash, qysh me përfitu maksimalisht nga kjo begati, shiko ku e këthën Ibn Qayyim rahimullah. Nuk ka mundësi me përfitu përfitim të kërkuar, përfitim funksional nga begatia e besimit dhe nga begatia e dijes, përveç ai që e njeh veten e tij. Me njoh veten të vëllezër, për ne mund të jetë diçka e rëndësishme, e njohur, por jo edhe domthonë prioritet i përditshëm që mirën me to. Ibn Qayyim rahimullah shumë vënë e përmend se njohja e vetes është bazë e çdo njohjeje. Nuk mund me njoft Allahun nëse nuk e njeh veten apo. Nuk mund me njoft as fen Allahut nëse nuk e njeh veten. Ama çka nuk kupton me njoh veten apo? Domthonë me njoh veten nuk kupton të ndërozën, me njoh dobësit, me njoh pozitën, me njoh kompetencat, me njoh kufit, e kështu sikurse thash e përmend Ibn Qayyim rahimullah në kuadër të këtij trajtimi. Prandaj njohja e vetes është bazike. Kur them me njoh veten, çka nuk kupton të vëllezër? Fillimisht nuk kupton dy gjëra me rëndësi apo. Çështja e parë është se nëse me kët rëndësi është njohja e vetes, atëherë njeriu duhet me pas prioritet njohjen e vetvetes. Në jetën e përditshme tek shumë, për shembull besimtar, shohim se njohja e vetvetes nuk është prioritet. Më tepër na bën përshtypje me njoft dikë tjetër, me njoft tmetat, sukseset, arritjet, çka do kuft, por vetvetja nuk është objekt i studimit dhe i analizës së përditshme tek shumë besimtar. Andaj duhet me kon vetja ime objekt i studimit, i analizës, i marrjes së përditshme nga aspekti i njohjes së tmetave, i mangësive dhe pastaj i njohjes së rrugëve si me plotsu veten dhe me pasru nefsin. Që kjo është domosdoshmë çka i bën me një vetëm. Në dy binar që unë lëvizin tu çdo ditë e shtyj trenin tam përpara drejt qëllimit në të binar. Vazhdimisht. Do me njoft dobësit e mia dhe me njoft qysh me i plotsu këto dobësi që vazhdimsi me kon në plotësim e sipër. Deri në takim Allahut te barekutaala. Kjo është projekti më madh në jetën tonë. Pa këtë qasje nuk i mundsi, domthonë, as me njoft Allahun që duhet, as me adhuru Allahun që duhet, as me përfitu nga Islami që duhet, për shkak se realisht ky Islam ka ardhur me të shpërfaq dobësit, me kuptuar që ti i dobët edhe nga shpërfaqja e dobësive me e ngrit nivelin e nevojës për udhëzimet e Islamit. Por nëse njëri të nevojë nuk e din se është i smut, apo bindja e tij se ka me mështemjeku është e dobët. Nëse njëri për shembull i thuhet që ti duhesh këtë ilaç me e ble, për shembull 1000 euro. Që apo se ble as një euro s'po vjen. Nuk është gjendje me shpenzu, as me sakrifiku për një ilaç, për shkak se nuk e din smundjen. Nëse e din smundjen, edhe din rrezikun e smundjes, edhe din se ky medikament është i domosdoshëm për kurimin e smundjes, jo 1000, po jap 10000. Që pasoj njerëz për shembull për një operim të caktuar që nuk e di të fundi, mund të jetë edhe pa sukses, japin ka 100 e ka 200.000, apo? E më shumë se kaq, mbledhen fondacione, parë minimum dikujt. Pse i japin kaq? Me çu diku për shembull jashtë vendit ose ku do qoftë për më trajtu. Për shkak se kanë kuptuar smundjen dhe rrezikun dhe ndikimin e smundjes. Ndaj nëse nuk i njohim smundjet tona të nefsit, nuk mund me kuptuar rëndësinë e ilaçit që Allahu xhallahu ka pranuar, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Ne
e kemi ditë këtë Kur'an që tjetë shërim. Andaj nëse ti përfiton nga shërimi, për atë sa i binë nëse i smut. Nëse nuk je i binë, nëse nuk i një smutjet e tua, nuk i mundësi me përfitu asë nga shërimi. Që kjo është që e qasja që Ibn Qayyim tenton me e bë pjesë të integruar të përditshmërisë tonë të vazhdueshme. Që kjo është me njoft nefsin. Pastaj shkon duke detajzuar, e thot, nuk përfiton nga begatia e Allahut e besimit dhe e dijes përveç ai që e njeh veten. Thot, dhe njohja e vetvetes nuk kupton që me e dit pozitën që e ka nefsi. Njerëzit të nervozë janë të prirur që me kërku më shumë se që i takon, gjithmonë. Njëri gjithmonë ka prirje që të viktimizohet. Madje fatkeqësisht edhe raport me Allahun te barekotale. Edhe raport me Allahun xhelal. Është një zë i heshtur që përshprit brenda nefsit. Njëri nuk e shpreh, tenton me e frenu, vjen kaq me e thon, ama në suksese që i ka dikush, dhe ky nuk shkon në sukses, apo diçka ka mbra thotë, nuk e di pse unë sa bojmë për falë, unë apo mendon se meriton më shumë apo. Mendon që domthon çka sprov nuk kush dash më rrugë. Unë bëj sabër, ama me mbet mua ndoshta çka përshpritje është e rrezikshme. Çka është treguesi një smundje apo. Për këtë arsye domthon njëri gjithmonë mendon se meriton më shumë apo. Respekt më tepër, mendon për shkakun ndihmë më shumë, për krahje më tepër gjithmonë atë. Ibn Qayyim rahimahullah thotë ç'kjo është problem. Pastaj thotë edhe, domthon nefsi ka një kufi. Njëri të thon këtë kufi me kalu zakonisht. Me kalu këtë kufi, me kalu kompetencë ato. Për shembull, të thosë sesli për neve, domthon dija ti e ka një kufi. S'po flas si njerëz që kemi kufi. Po për shembull, nëse marrim komplet dijen çka din ti, apo mbaron te një kufi i caktuar, apo te një kufi i caktuar. E njeriu zakonisht ka prirje si pasojë indikimit të nefsit me e te i kalu kufirin e dijes në për shembull në veprime të caktuara. Kushtimisht po kështu. Nëse marrim sa flasim për fe dhe japim përgjigje për fe dhe marrim qëndrimin në emër të fesë në raport me dijen që kemi, do të shohim se kemi më pak dije se që flasim për fe atë. Se që flasim për fejnë. Dhe kjo është e njohur apo. Ndërsa te dietarët ka qenë kundërta. Por kam pas kur ka vdek Said ibn Jubairi, që ka ekzekutuar Haxhaxhi padrejtisht, domthon Said ibn Musayyib ka qenë për dietarët më të dini zotni tamë ka thonë është vërro sot dije e madhe. Do skenarit me marr sa ka pas ky njeri apo. Gjithashtu kur e ka vrarë me Muni njërin prej dietarëve më Ahmed ibn Salih në kohën e Imam Ahmed rahimullah, e ka ekzekutuar për shkak të domthon për shkak të gjykimit se ka tentuar me bë grushtet kundër tij apo. Edhe ka ekzekutuar, kaç e ka ekzekutuar fatkeqësisht apo. Imam Ahmed rahimullah kur ka dëgjuar për të, shikoj kur Imam Ahmed rahimullah. Kur ka dëgjuar për të, ka qajt e ka thonë dufin el yawm ilmun kabir. Sot është varros ilmun kathir. Shumë dije edhe dije madhe është varros sot. Ky njeri ka marrë me vete shumë gjëra të pathëna, të pashpjeguara atë. Ndërsa nëse marrim për shembull ndjetë e përditshme të njerëzve, domethënë e sheh që më shumë flasin shkum se që realisht ajo që flasin është dije, është argument, është sqarim i duhur e kështu me radhë. Edhe këtë vren edhe në libra të caktuar, pra ka libra ku lexon të dietar të nervozë, çdo rresht jep diçka s'polla, çdo paragraf është me emotion. Ka libra që për shembull 2 faqe edhe kish mujt një paragraf u bofën. Ma tepër është shkum, është oratori, sa që është dija apo. Ndonësi ka primë të i kalu, ato që ka për mu kallzu më shumë se që ka. Tu nga problemet e nefsit që thotë Ibn Qayyim rahimahullah. Ose për shembull pretendon ato që nuk i takon. Ose për shembull me i te kalu kompetencat e kështu me radhën. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, ai që e njeh veten kur nuk thot kjo është e imja. Nga se është i bindur të yakane se kjo është e Allahut dhe është prej Allahut dhe domthon
vetëm me Allahun xhallahu ala arrijet. Këto trija thotë Ibn Qayyim, është e Allahut, e Allahut është dhe prej Allahut ka ardhur dhe nuk mund ta përdori as të përfitoj përse me Allahun. Dhe kjo çështje që po flasni për nefsin të vëllezër, që nuk është për komunikim të përditshëm me vetëna. Jo, në raport me njërin njëri e kërkon hakun e tij, mund me kërku për shembull respektin që meriton, raport me njerëz atë çka është. Po flas në ndërtimin e raportit me Allahun te barekuta. Don ti dhe Zoti xhelal xhelalu. Andaj imani dhe dija për Allahun te barekuta janë funksionale para se ti e njeh veten tonë, para se ti e njeh kufit e vetes tonë, kompetencat, mundësit, apo dhe ato çka posedon, që realisht kur ti nuk posedon. Këtë është nga Allahu te bareke ve teala. Fa huwa al-manu bihi, ai është dhuruesi fillimisht dhe është ai që do të thonë vazhdon me dhon pa ndonjë sebeb nga robi dhe pa e meritu robi kët. Që kjo është vëllazër me thonë ajo që e përbën mentalitetin e besimtarit në raport me begati që Allah ka hap. Qysh i preton një besimtar të begati, qysh thot? Ndash mja pa harin begative nga imani e tutje, qysh të dush mi pa apëtën. Sa herë do në këto begati që njëri gëzën nga besimi edhe dija, pasaj tjetë, po këto e në kryesoret, sa herë shenë në këto hiset saktuara dhe vetës, do në privohet nga përfitime. E njëri do në zakonisht shehisen këta. Prandaj edhe Allah ka pranë surën Hujurat se ka pas nga beduinët që kanari ka thonë pejgamberit na kanë besuar ty, tani çfarë bën unë besu? Yamunun alayka an aslamu. Ta përmani ty se jam musliman. Në bu musliman, unë e musliman ka që musliman që kanë pohari islamit tema po. Allah që ka thot, ku la të munnu alej islamekum. Mos ma përmani mu që një bu musliman, se Allah ju ka bu musliman. Në njëri ka tendencë dhe në këtë nivel që nga nefsi ti me ndi një farloj merite edhe hise nga islami ti. E kjo, pa dyshem, është realisht perde e trash që pengon mi pa gjëra që shduhet. Pengon do më thonë avancimin në adhurime, pengon pretimin e adhurime. Andaj në raport me Allahun xhallahu ala, njeriu realisht duhet mu zhvesh nga çdo pretendim, nga çdo tendencë se i takon diçka se ka hise. Unë kur farhise s'kam, kur jo s'kam. Po thash me Allahun te barekuta. Dhe kjo nuk është të vëllazër, tash kjo çështje, nuk është çështje me thonë domthonjë që hajde pa aktrojmë atë. Hajde pa aktrojmë. Do nuk kam bash çështo, po tash marrësh me unë Allah që edhe në kumbo diçka. Apo kupton? Jo, s'është kjo punë aktrimi. S'është kjo punë që është marrë, kjo është punë realiteti. Pra njëri është fatkeqësisht mohus, që Allahu xhallahu ka pranë se është mohus. Pse? Çka mohon njëri? E mohon çet realitet apo. Njeriu është kafur. E mohon çet realitet. E mohon këtë realitet se nuk e takon kurrë apo. Mendon se ka mi ka pa Allahu të vërtet. Po nefsi bimra thot, edhe pak e kuni mëshëm, pak i munu, edhe kurrë s'ke boti. Ti s'ke bo kurrë. Se edhe sebebi që ti ke ndërmarr kush ti ka dhon. Edhe funksionimin e sebebeve kush ti ka dhon. Pra po them të ndërvëzë të qartësojmë. Kjo është në raport me Allahun te barekuta. Ti kur Allahut i drejtosh, duhesh me i drejtu Allahu xhallahu se ti nuk meriton asgjë nga ajo që po e kërkon. Nëse t'jap, është dhunti e tij. Nëse nuk t'jap, është drejtësia e tij dhe i kënaqni japën. Çështu ndërtohet raporti me Allahun xhallahu ala. Çështu bëhet apo. Prandaj nëse që kjo nuk funksionon çështu, na kemi thonë që fillojmë që çështu duhet të funksionojë. Nëse kjo nuk funksionon çështu të vëllazër, atëri Ibn Qayyim rahimullah, domthonë ai e përmend në kuptim pozitiv, po ne pa kthej në anën e kundërt. Sa e thotë nëse funksionon çështu, ku të çon? Jo, po nëse s'funksionon çështu, ku të çon kjo? Nëse pse nuk po e njeh rrjedhë Ibn Qayyimit, ai po thotë nëse çështu bëhet, ç'ka ndodh? Tash ka ç'ka ndodh. Unë po nëse ç'ka zbohet, apo ç'ka ndodh apo? Pse? Për shkak se realiteti është se nuk ndodh. Ma shumë se që ndodh. Andaj duhet me kuptu pse po na ndodh çka, për shkak se s'po ndodh çka. Për çka thotë me Qayyim rahimullah. Thot, nëse kjo ndodh, apo fatudhilluhu ni'amullahi alayh. Apo begati që Allah e ka e porulin. E un po them nëse nuk ndodh kjo, nuk na porulin begatit. Dhe kjo është realiteti.
njeriu sa më tepër begatohet, apo fillon domon të dobësohet dëshmëria e tij. Të dobësohet për shembull të dobësohet nevoja për Allahun te barekutaala. Për shembull, kur e ke ndi vetën që ki nevojë për Allahun xhallahu ala. A kur e ke pas punë mirë ekonomikisht, a kur si ki punë mirë ekonomikisht. Në njëri kur ka për shembull para të Allahut. A ndi një farë sigurie, caktuar të brendshme, apo se në llogaritjet e tij se nëse ndodhi diçka i kam këto, ku është duaja apo? Dhe ku është mbështetja tek Allahu te barekuta? Është mas faktorit materiale apo? Që kjo është hilja e nefsit. Kjo është hilja e nefsit. Se njëri ka mënuar se sebepi, do i caktuar material e ka bë më të pavarur për dua. Dhe mungesa e sebepi material e ka bë më të pavarur nga duaja apo? Që ky relacion që lëviz për shkak të një sebepi material, raport me lidhjen me Allahun xhallahu ala është hilja e nefsit. A është e qartë? Don, këtë dynjan me të dhonë, edhe këtë dynjan me të marë, varfënia që i ki për Allahun xhallahu ala, dhe nevoja me lutë Allahun xhallahu ala nuk duhet me u paksu. Për kundrazi, sa ma tepër shtohen sebepet, duhet më shtu lidhe me Allahun xhallahu ala ma tepër për shkak se rreziku i shkputës më i madh, sa kur s'kia atë. Sa kur s'kia atë. Edhe kjo është në relacion e kundërt me dynjan, me njerëzit atë, me njerëzit. Për shembull, njerëzit për shembull raport me anën njerëzore. Është normale dhe dikur me konë. Në përras për raport me Allahun xhallahu xhallahu. Raport me Allahun te barekutaala. Për shembull se njerëzit e kanë një shpëthon. Kushtë me që që përdojmë, jo nisë për rrugë. Jo nisë për rrugë dikona. Nëse e kanë mjetin transmetues më të fuqishëm, më të fortë, apo siguria tyne për jetën është më e lartë. Dhe dhe çdo është normal. Po çka siguri për shembull, a ka ndikuar me paksu tevekulin Allahu xhallahu xhallahu apo e ka rrit? Te njerëzit e pakson tevekulin. Se tash nuk bjen me tevekuli që shumë sa bjen me kapacitetin mbrojtës i makinës, apo nëse makina është e dobët, apo rritet kapaciteti tevekulit. Për shkak se tash sebepi është i dobët, e me çka na e mbushim mangësinë e sebebit me tevekul apo. Tevekuli është mi mbush mangësit apo është funksion normalizimor apo. Nuk është gomë rezervë tevekuli apo vëllai. Njëtë njerëzve fatkeqësisht adhurimet e zemrës janë gomë rezervë. Kur shpërthehet ajo kryesorja e dunjas e ndrrej apo. Po nëse kjo ec, ajo rrin gomë rezervë në prapa kirët apo. Që kjo është lashja e njerëzve me Allahun xhallahu. Apo kuptoni? Që kjo është lashja e njerëzve me Allahun te barekuta. Se lutja, kthimi tek Allahu azza wa jall, lidhja me Allahun, varfënia në raport me Allahun xhallahu është rezervë. Kur s'funksionojnë këto që unë e di që i kam, apo atëra shoqërisht që e kam në zot që e lutja, apo kjo është rezervë. Nuk është bazike, nuk është esenciale apo. Prandaj nefsi i bën këto probleme apo. Nuk mundesh me e ditë kur sa duhet Allahu, apo nuk mund me ditë përsa nuk e din se sa i dopt je pa Allahun apo. Momentin kur ti mendon se fuqizohesh me dijen që e ki, e pastaj dija që e kërkon nga Allahu xhallahu ala është plotësim, ti nuk përfiton nga dija dhe që e ki. E tjera begatime rrallë. Pra jetë në vëzër, është fatkeqësi në onë që njeri në situata për shembull më të vështira, kur ka pas ma pak dije, ma pak dilema ka pas. Ma pak hezitime për adhurim ka pas, ma pak plagështi ka pas. I shtohet dija e dersave, angazhimeve, apo shkon tash duke shtu plagështia. Kjo është relacioni i kundërt, nuk do me ndonë kështu. E sa më shumë Allah të mëson, duhet që më shtu për ulja. Sa më shumë Allah t'jap nga dunjaja, begati, mirësi të caktuara, duhet që kjo më shtu për uljen. Do të më shtu për uljen. Mirë, po kur s'funksionon çish duhet begatia e dijes dhe begatia e imanit, atëra e kemi reaksione e kundërta. Ma e thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thotë kjo qasje e dur që përmendim më tani, çish duhet me kon, thotë e thën
robin para Allahut xhallahu ala, thyrje që nuk shën në vetën e tij kur fort mirën në raport me Allahun xhallahu ala. E shë të mirën duke veç nga Allahu xhallahu ala, po jo që e buron nga vetja e tij apo. Nga se e mira ka arrit tek ai, domthon përmes Allahu xhallahu xhelalu dhe këto begati thotë me Khaim rahimullah i sjellin robit thyrje dhe në nështrim para Allahut manduar të çuditshëm që të habit dhe nuk di ta shprehë si ndodh kjo punë. Në shiko, ky flet për një pretim që realisht është përtej aftësisë se të shprehut Ibn Qayyim rahimahullah. Aftësisë të shprehut. Për ndonjë ky aq e preton këtë thymje, do thotë që realisht nuk di me e shpreh. Nëse vetë që sot të ka shpreh është mjaftueshëm. Por sa është kjo që e përjetuar që tash këtu përfundon shprehja. Tash kemi në botën e përjetimit apo. Thyrja për Allahut azza xal. Se është që veç Allahu po t'ja, po kujdeset. Dhe kjo e thën zemrën, e dorëzon në zemrën për Allahut manduar. Që kjo është të ndërrohet reagimi i duhur që duhet të pasin tek këto njerëz. Me një vetën e tij dhe kur të ne vetën e tij e një Allahun xhallahu ala. Kur këto dyja funksionojnë që duhet, edhe mund çfarë më në fund edhe praktikisht, kur këto funksionojnë që duhet, begatia tash kur vjen, do të çka bën? E përul robën për Allahut azza xal. E bën hala më tepër me di vërtetën për Allahun te bartala. Andaj dietarët sa më shumë kanë ditë, apo e kanë kuptuar më shumë se sa të paditur janë. Gjahili sa më shumë din apo e kupton se më meritor është për respekt, më meritor është për me fol. E kundra ka qenë tek njerëz të duhur apo. Çka thon edhe Said ibn Musayyib rahimahullah, i kom taku 70 nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe të gjithë kishin frikë nga nifaku. Por ana 70 sahabë ka taku, të gjithë kishin frikë nga nifaku. Thotë bile ka ndodhur me qenë në ndaj me u trajtuar një temë edhe sillej tema në mes të sahabëve, askush nuk e merrte guxim me fol të që fol kjo për me e kjo fol për me atë. Don kur ndodh kjo mos sill tema apo në mes të njerëzve ose kështu me radhë që tema madhore që është përsi me folën tonë. Dhe kush e pretendon këtë përsi për Allah azza xal, njëri i dijshëm që ka përfituar nga dija e tij dhe ka përfituar nga imani i tij apo. Edhe pasuria që ashtu, edhe autoriteti që ashtu, gjithçka duhet që me umat përfitimi nga begatia me thyrën për Allah të manduar. Nëse begatia nuk të thën, nuk gjynzon për Allah xhallahu ala, duhet me pas kujdes nga se mund të jetë kundër efekt. Nëse që të jetë begati të jetë fatkeqësi, nëse që të jetë lehtësim mund të jetë vështirësi. Dhe këto një simate që ulemat i kanë përmend janë të domosdoshme që besimtarin në bazë të tyre e ndjek ecet në dunja që do të na ruajt nëse mos më u befasu nga qëndrimi për Allahut manduar që begatit e shëndru në ngarkesë edhe në fatkeqësi. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, fa kullama jaddada lahu ni'matan izdada lahu dhullan wa inkisaran. Sar Allahu jalla jalaluhu ja dërgon robit një begati, aty i shtohet në shtrimi dhe për ulja. Allahu që në begati i shtohet në shtrimi dhe për ulja, edhe i shtohet dashnia për Allahun, frika edhe shpresa në Allahun te bartalla. Rajë i shtohet adhurimet e zamrës, i pastrohet zamra. Andaj begatia nuk ja njollo zamrën. Nuk e plotëson zamrën begatia, por e funksionalizon dhe e bën të pastër dhe adhurues ndaj Allahut xhallahu ala. Andaj të ndërrohet sa flasim për dunjon, problemet e dunjas, flasim për shkakti problemi. Se kur ky problem evitohet, s'prish punë sa kanë në dunjë. S'prish punë. Problemi është që njëri se merr nga dunjaja, a dunjaja e arrit pavarësinë nga Allahu azza wa jall dhe domon e dobson për ulën bëhet e keqe. Edhe bëhet e dëmshme. Ndërsa nëse dunjaja realisht sa ti shtohet për ulja, atëherë dunjan më dhon këtij si bën domon. Dhe çështja nuk është në posedim, por çështja është në përjetim edhe në ndryshim. Çka ka ndryshuar te begatia? Begatia çka ka ndryshuar te? Nëse këshirë për shembull shumicë të rasteve të njerëzve të besimtarë të xhamati, e shohim që shumë njerëz që Allah i ka begatuar me begati shumëta, i ka ndryshuar begatia, po ndryshim jo duhur, jo të mirë.
I ka ndryshuar për shkakun që e ka pakthu pjesëmarrjen në ligjërata, tash një më të pavarur për ligjërata, e ka ka ndryshuar edhe çastin në xhamat, edhe në pjesëmarrje namaz me xhamat, shumë tjera për shembull që janë ndikime negative. Po dikush që sa e shton begatit, e sheh më të përkushtuar, më devotshëm, më të interesuar për dije kështu më radh, kjo është padyshim ajo e kërkuar edhe e duhur. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, dhe tërë kjo që e përmenëm, do arrihet përmes dy llojeve të dijes. Do duhet pas dy njohuri që ta mundsojnë çet rezultatet. Do na folëm për rregullin apo që tash, do çysh me përpunu një informat. Na kena ditë që duhet me njoh veten, po e kena përpunu në deri çet nivel që ashtu është tim tjetër. Dhe cili është rezultati? Shtimi I falërimit ndaj Allahut azhjal. Kjo është alhamdulillah. Në sa më shumë ti apo Allahu te baretala, ti thosh ndryshe alhamdulillah. Në kuptim pozitiv, një elhamd doon më I thyrë me zemër, më I parul në Allah azza wa jalla. Zë begati. E kjo nuk është me begati e dunja, është në nëzër. Edhe kur ti më fal sabahun me xhamat është begati E ditës, ta ka thënë Allahu xhalla. Të them begati më shumë. E fal drekën edhe më shumë çtohet. Në çdo ibadet, çdo adhurim, çdo begati është thyrje ndaj Allahu xhalla, thyrje që thotë Ibn Qayyim rahimullah, nxit një pritim të veçantë te besimtarin në zemër që nuk shprehet, nuk mund të kallëzohet, ajo veç përjetohet apo. E kjo arritje, me këtë përpunim dhe me këtë funksion dhe me këtë arritje, me këtë përfundim, arrijet dhe ndërtohet mbi dy lloje të diturisë. Detyria e parë thotë ilmuhu bi rabbihi, me njoft Allahun te barekuhu teala, se Allahu xhalla është I ploti, është I pasuri, Allahu është bujari, është bamirësi, është I mëshirshëm, krejt mirësitë janë dorë të Allahut te barekuhu teala, ai është poseduesi, ai është sunduesi, ai jep kujt don dhe ai ja e privon kë don, atij takon I tërë falënderimi, thotë edhe kjo është padyshim forma më e kompletuar e falënderimit. Do të falënderim I cili ndërtohet mbi njohjen e Allahut xhalla xhalalu. Sa më shumë e njeh Allahun, hamdi është më I kompletuar atë. Dhe me njoft veten e tij, do të thotë fillim me njoft kompetencat, pozita e vetes ku është, njohuri që I ka, dobësi që I ka, errësirat e nefsit, gjehlen e nefsit, domthonë mangësitë e nefsit e kështu me radhë, se nuk ka kur gjë në dorën e vet, dhe se gjitha janë në dorë të Allahut te barekuhu teala, dhe se në fundit njëri në raport me Allahun është një hiç. Është një asgjë, kur gjë. Në raport me Allahun ti je një hiç. Dhe këtu të ndrozo duhet me shpjegoj dy gjëra më rëndësishme. Çështja e parë është, domthonë, mos e përmend fillim çka nuk kupton me njoh veten, apo me njoh dobësit dhe me njoh çysh me plotsu veten dhe me pastru për mujt me rrugtu çysh duhet te Allahu te barekuhu teala. Kur jemi tek njohja e vetes, ndërsa duhet me pas kujdes në një aspekt. Me bëu dallim mes nënçmimit të vetvetes si njëri, apo edhe parulës së vetes për Allahu te barekuhu teala. Besimtar nuk duhet me nënçmu vetën, unë jam kërkushi para njerëzve, me koni me dëshpërum, jo. Me njerëz një ka një kënaqëri, ka një dinitet, kjo është pjesë e temës, apo don e një vetëm në më bëj këtë punë, andaj e bëj këtë punë. Me lenë Allahut kam me bëj këtë punë, se më ka pa Allah mundësit. Kjo s'nuk kupton domthon dëshgënjim, dëshpërim, një fallë gozhdimi I vetvetes apo jo, nuk është kjo me gozhdu vetveten në kuptim të plagështisë, lodhjes, I zbrapsës, jo kështu apo. Jo. Kjo prodhon veprim, aktivitet. Mirë po flasim për ndërtimin e raportit me Allahun te barekuhu teala. Raport me Allahun xhalla xhalalu. Kur Allahut I drejtohem, do më I drejtohem si një hiç. Si spata, unë veç sa më shumë kam, më I thyrën pa Allahut jam apo. Më I dop para Allahut jam apo. Nuk lejon që begatia apo me rrit distancën mes meje mes Allahut. Jo, begatia ka me zvoglu distancën e zemrës mes meje mes Allahut xhalla xhalalu. Çto është esenca? Çka është ajo që po syna me arrit? E kjo nuk arrit nëse ndërhyjnë në këtë domthonë raport mes zemrës e Allahut, ndërhyn nefsi me hisët e vet apo. Nefsi thotë ki hisët aty këtu, aty mënu. Andaj sa më tepër I bën zhurmë nefsi zemrës se ka hise, zemra më lat e lut Allahun xhalla xhalalu, më dopt Allahun e lut. Apo për shkak se domthonë mundet më rrëmby vëmendjen zemrës nefsi me hisën që I takon. E kjo I bën problem. I bën problem. Prandaj duhet që zërat e nefsit zemra mos më dëgju, por gjithmonë me qenë më e parul. Madje sa ti apo Allah më tepër më thonë që unë s'kam merituar ato të parat, e lërë më këto dyjet.
Allahu pse po më jap, është mirësia e tij apo. Është nga bujaria e Allahut, është nga përzgjedhja e Allahut xhalla xhalu. Tash unë si rap çurt me diku këtë kone, atëre më shtuni ibadet të ri. Më shtuni për kushtim të ri. Më shtuni hap të ri dhe Allahu te bareku teala. Çdo begati që Allahu të jap, ti shmon që tash mos Allah më ka bukat, unë kam bukat, unë kam bukat apo. Me super para, gjithmonë apo. Që kjo është ritmi i duhur i ecës ka Allahu te bareku teala. Me njoft njëri veten edhe me njoft njëri domthon Allahun te bareku teala. Me njoft Allahun xhalla xhelaluhu, unë dim, me njoft përmes fjalëve të tij, përmes udhëzimeve të Allahut, fjalës pejgamberit sa përmes shembujve të parëve, çka ata kanë njoftë Allahun, çka bën ndikim njohja Allahut tek ata, ndërsa njohja e vetes dietar kanë përmend forma ndryshme, por disa po i përmendin që sa për rikujtim, njëri një veten më së pari, domthon përmes një autoriteti të besueshëm. Dije. Për shembull thotë unë jam çka që kështu thotë ti pas ke ç't problem. Si te mjeku. E ka po, shkon te mjeku, ja shpreh dhimbje që ki, ai në bazë dhimbjes thotë ti e ke ç't problem. Edhe rrëfimet, domthon tek njerëz të ditur për shembull, autoritetet e besueshme janë të kërkuar. Te hoxha, te dietar që janë për të punë, më shku, më thonë që për shembull nuk pëni kënaqësinë e kësaj. Unë për shembull kam shtë, më rrëfim jo kërkim falës, nuk rrëfim për më kërku falë tek Allahu, por rrëfim për më kërku udhëzim. Jo më kërku falje, kërkim falë tek Allahu, por rrëfim për udhëzim. Çka shku tek pejgamberi sa ja Rasulullah, kur prem te ti imani po na bën, kur po dalim, kjo është rrëfim i nefsit, kjo është një mbrëmshme. E ata e kanë gjykuar si nifak. Sikurse handallet, sikurse Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Ose për shembull, Uthman ibn Mad'un radhiyallahu ta'ala ka shkuar tek pejgamberi, ka thënë Rasulullah, on vazhdimisht të veshë apo në namaz çytje po kopën. Ka thënë kjo është khinzab, shejtan që vjen namaz kur vjen çështë bën apo. Janë në ku? Sa ata kanë kuptuar që ibadet duhet me kon gjithmonë më i mirë. Unë e kam këtë pengesë, çu largohet me dia. Në këtë situatë kur për shembull pani mirë për dikon mund të thosh s'po vjen mirë. Ka thënë doktori, ku është problemi atë? Për shembull. Andaj rrëfimet domthon shpërfaqin të metat. Pastaj edhe me vetë të vëllezër. Me dikon që e ki të afërt, që të përcjell me pas sinqeritet. Na duhet me kon të gatshëm të vëllezër me pranu këshillat ato. Sa vallahu është për më thon dikujt çu lavën. Para më thon dikujt që kjo çështje po bën pa kanë që kina ato. Ja s'kam të se pranojnë fort këtë punë domthon me këshill. Po e pranojnë me një farlloj, domthon qoftë qëndrimi, arrogancë, rezistimi kështu me radhë. Nuk po flasë me gjithkën. Po shok të afërt, miq të afërt që të njohin, rrin me ty apo duhet na me funksionizu këshillet, nasiha, e dim nasiha. Çka më situatë, jo Allah musliman nuk bërta që kështu, nuk bën kështu më po. Bëm Allah sa jo. Çetsova. Musliman nuk reagon kështu në këtë situatë. Për shembull nuk bë e kështu më radhë. Ai njëri prej domethënë drejtori i zyrës Sheikh Ibn Baz rahimullah flet për përvojat e tij me Sheikh Ibn Baz. Ai ka përcjell Sheikh Ibn Baz rahimullah gati çdo udhim gjithmonë. Thotë ishim një herë me një rast, edhe ishim shumë në zonë. Sheikh kish delegacioni kish punë kështu më radhë, edhe thotë më thërë ke gruaja në telefon. Kur ka pas punë të vetë, atë ku dina tash ti punë të me Ibn Baz, i ka kërkesë vetë apo. Ata dikur e hapa telefonin apo e thash jam në zonë mos më thërr apo tash ai s'po më ka bërtit apo larg asaj, po realisht nuk e ka apo fort hapësirën për më u shpreh çka ka pas nevojë. Ai ka thonë Ibn Baz, më kon folë, tha me gruan. Tha ç'tu folti me gruan tona? Kon i lirë gjithë ditën si marr punë. Shka merr me gruan kryja punë vjen nesër. E ka qërtuar në mirë, e ka shtim me thirr në telefon, me thonë që jam të arë kështu më radh. Tash për shembull diçka ngjashme na ndodh apo mund me kondërhyrje, mu përzi, i diun e punët e mia me gruan tam, hadi nuk kemi shumë të gatshëm, me u plotsu njëri me tjetrin, për shkak se secili ka kani bashkët vet, me megjën e vet, apo që mbrana së mirë që çdo vet, apo mësh tani mund na me takun sokak, ama ti më mandesh bashkën tam, apo jo valla, unë çysh duaj një lulët e mia, apo kupton? Me ne që ka gabim.
kjo pa tani po bën që më kon bashkë më shumë me therra se me lule, apo më shumë me do pa frutshme se që japin frytë vetëm. Prandaj aftësia jon dhe gatishmëria jon për morrëfynjen me teatrin, me gjithë preje, qetësi, e siguri të njëjtë tjetri, apo më edhe sinqeritet, jo tendencë për domon shkelje larg asaj, po me i besu dikujt është begatia, vallahi, mas imanit begatia më e madhe në dunjë. Begatia më e madhe, çka von sunë the urojm valla, nga begatit më të mëdha që ja vlen për të mërnuar në dunjë është me pas një vëlla musliman i cili kur të shet mirë ti inkurajon. Do çartë vëlla, veç për para ato. Edhe kur shek keq të zban e qartë. Do çto me ta që zotin një çështë, do të harin një shaftë. Nuk ka begati më e madhe në dunjë se çka çështë. Ta nuk dim, ti duket vetë nga lart, to merr më apo kur e keni vëllazët, jo vëllazët. Marrë na duhet të më funksionojë domosdoshmë. Nga se kjo të mundëson me një vetën, që shka thonë pejgamberi sa, besimtar është pasqyrja e besimtar. Në këqyrë një tetë edhe i zbulojmë të metët e veta, jo tjetërit apo. Gjithashtu ti e kam përmenë, sikur se i bëngjëm Zarimullah dhe dietarë tjerë nga mënyrat me një vetën është edhe, domethënë, me i marr parasysh, domethënë fjalët e armiqve. Se armiqt nuk shpifin gjithmonë. Ata shpifin kur s'kan çka më thon real, ama kur ka diçka real, më nxi presën që do me të godit. Merri parasysh ato. Domthon Haxhexiu, armiku, merri parasysh. S'po matimi ja konfirmua, ti më thon që ai tash me shantazhu dhe më shumë ato. Po merri parasysh, më në për to. Shënoj. Do të shtojmë që këto në anime. Ka për shkakun kur dikush flet kundër muslimanëve, apo na merre që ky farmë. Okej, lejtë ato me punë të veta. A dhe ti morë me të studium. Mos vallë në anime, jo kërja mundësin që ata që shumë me thonë fëndime. Nështë dikush për muslimane, nështë dikush për këtyne, nështë të na diçka nuk po funksion që duhet, andaj dikush nështë po e merë edhe guximin, po në godet gjithë me jetën pikë, pse s'po përmirësuhem ja, për shembull. A me trajtu akuzën me inat, me hakmarrje, nuk është reagim besimtar. Unë s'po më dash atimi shku mi thonë, qartë Allah, veç sulmën ati, s'po thëmë atimi ja aprovu, ti leja të me fjallë të veta. Po mere parasysh që ka thëtë, ullu ti me njerës e caktu me dhe thuj, pse vëllat që të përna thojnë, mos një me im që shtuna. Mos një me ka arrogancë, ka dhune, në është ta ka apëtën. Andaj duhet një gjithë me i marë parasysh edhe fjallë të armenjve, jo mi një ruapë. Pastaj edhe normal nga mënyra që një vetër është domon kontakti me njerëz. Na të vëzër e kam përmendur edhe disa herë. Domon e kena mundsinë vallahi shumë madhe sot në përditshmëri me një vetën me njerëz, por e ignorojmë atë. Domon çdo këtë mundsi domon e shpërdorojmë atë. Qysh? Në dy aspekte. Kur ti ki kontakt me njerëz, ki mundsi me pa për shembull të metat. Jo me qëtu njerës për të metat e ty në domon, apesha, kur njëri flet pa dije që qështë duket. Kur bojë shët, mi thonë nefësa, ta është ti e qështë ti, po ti qëtu e ke bojë, me marë nga, e kam pyet njërin për djetarë i ka thonë, qysh e ke eduku vetë vetën, kusht ke eduku, ka thonë, kanë eduku ata që s'kanë edukat. Ata pa edukumin kanë eduku, se kërë kom pa qysh i bjenë me koni pa edukumin me eduku. Edhe këta e më burimi edukimit ka njëra, edhe ata edukujnë, ju më bësi ata, po qështu i bjen me koni pa edukum, dhe me thonë, do të me konë ndrysha, qështu i bjen me konë pa sabër, dhe me thonë, në dhe me pas sabër, qështu i bjen me konë përfitu për njerëzve, jo përshamë me përfitu veç në kuptimin e përsis, që e këta, alhamdulillah musliman, merë përfitu Allah, dhe qëre, ky pëse ora që tu, së është pëse ka emni që shtë vallaj, a pëse ka njështë, kara, miskinin sprov kara, është sprov. Nesër mush më ratë tin që a sprovë që ashtu me konë. Mush më ratë tin nesër në të larë që a i karaptën. Andaj, thujo Allah, rujnë për i kësaj që i karanë kënë sprovë ki. Mësë më sprovë me ato që i ka sprovë këta. Mere mësim, pse karanë kënë sprovë, pse ka deviju kjo, pse ka lëshu kjo. Mësim për vëdetën. Edhe normal, fërkim me njerëz dhe kupton se sa ki sabër, sa je bujar, sa je mirë, se kërën do njëri veç me vetën e ti, me thonë, pa bëj sabër, jo sabër është me njerëz. Kur të ishë komunikacione, ta prej në një rrugën e hinë atone, do të më pritë kolon gate, që aty o sabre, se kur është udha qelë, kur është përzijet, ta shvën të në udhën, s'ki që apo sabër aty. Andaj, sabër është fërkim me njerëz. Qysh kanë përmend disa pej selefit, se kanë duru ndaj probleme me punëtor caktuar, ju kanë dhënë pagën, jo për shkak punës që kanë kryer, por për shkak të përmirësimit të nefsit edhe të testimit të nefsit.
Sikur që ka unë një peslevit për një pipuntori, ka unë kë, heqës e kë, ka unë së ndroj me 10, apëtëm. Me 10 punëtor, 10 nuk e ndrejqë ata. Pse? Po kjo po ma trajnon sabrin, po ma trajnon urtësinë, butësinë, mos me konë ku matë më në. A nuk përfitoj për tina. Nuk ta tjerë fitoj për tyre në dunja. E kryim puni paguj. Me këta po përfitoj në ahiret, në përmesim të vetës. A ne shikot dhe që falëveri kanë qenë të gatshëm me jep rrugë dikujt që me u matë. Se pak si matje, nuk mundesh, domethënë me e një vetëm. Andaj këto janë disa pifuna që ulemat i kanë përmendur, është normal. Se çysh duhet besimtari domethënë me një vetëm me izbulut metët e tij që duke një vetën me një begatin Allah në ti, e mirësit Allah në ti e kështu më rafën. Më në thot Ibn Qayyim rahimahullah, fe idha sara hadhani al-ilman, këto dy lloje të dijes si përmana, me një vetën edhe me njoft Allahun te bartona, thot duhet të jenë ngjyrim i zemrës së tij, ngjyrim i qenjes së tij, jo vetëm i gjuhës. Duhet çash me përpunu këtë kuptim, apo sa që me kon realisht funksionim qendror. Mendja jote, gjuha jote, lëvizjet e tua, apo këtë janë përputhje me këta. Në sa të lëviz, sa bën, çka ngjyrimi jam, mbi bazën e asaj që e një Allahun, edhe mbi bazën e asaj që e një vetën. Kjo është arritje të nërëzë vëllahi e nalë, që kjo kuptim, ti realisht, tash jo me gjuhë, jo me ders, po me do më thonë, sistem të integruar, të ndërtuar në brenda vetë vetës, që është ngjyrimit, që shtu jetën të jemë. Me përzimit të dijes për vetë vetën, edhe për Allahun te barekuhu teala. Duke e njoh vetën me ato që përmena, duke njoft Allah me ato që përmena, edhe kur këto dyja funksionojnë që duhet, rezultati çka është? Fuqizohet fjala elhamdulillah. Para kur me thot elhamdulillah. Dysh është vallahi, elhamdulillah kur thot. E pretendon begatin, e lut Allahun xhallahu ala e kështu me radhën. Prandaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, e kupton se kur kjo arrit, e kupton se elhamdu kulluhu lillah. Don subhanallah, me kuptu se i tër falëndrimi tek Allahut që ka proces, që ka projekt Ibn Qayyim. Nuk ka veç thjesht po e di i tër falëndrimi tek Allahut. Ja, s'është i tër ka që thjesht apo. Jo. Për me kuptu që i tër falëndrimi tek Allahut azhjal është ka punë këtu. Ka punë me nefse, ka punë me një vetën, ka punë me përmirësue, ka punë me njoftë Allahun xhallahu ala. Sa më tepër këto dy dije janë funksionale dhe janë prezente dhe janë ngjyrimi i vetes tonë, e kupton se një më krejt falëndrimi është për Allahun ta azhjal. Tash për natë ndërgozë non këto që e përmena krejt që përmena. Në fund po të hap rezultatin që ti jesh falëndërues apo. A përshem projekt i madh ky. No, jo bash çashtu thjesht dietar ka thonë se apo falërimi është shtylla e fesë apo. Shtylla e fesë. Ose shkollon pejgamberi son, fjala subhanallahu elhamdulillah, mushin çka ka mes qiellit dhe tokës para natën. Kur thosh elhamdulillah, fuqishëm nga çka zemër, nga çka çanje e ngjyrosur me këto dije, mush qiellin e tokës. Është e musht apo. E musht. E nëse musht qiellin e tokës, çu nuk e musht zemra apo. Tash para mas krejt kësaj, pejgamberi son, për shembull, në fund ditës kur është fal ka thonë la uhsi thanan alik. Unë nuk muj me thanu ty që është temeri të rafë. Që ka qëfa pranimi. Tanë ditën ka pas shpallje, ibadet, dhikr, kontribut, mësim, sabër me njerëz. Që ka qenë dita e pejgamberit sabër? Apo? Që ka përfundu ditën? Apo? Që ka përfundu ditën? Doja e fundit që e ka bo në mas natës, mas qëndrimit të gjatë kom, s'ka qenë, për shambull, doja ti i fund s'ka qenë, me asni tjetër, për vetë se, la uhsi thanan alik, nuk muna me të fëndruat ato. Don, krejt aj përkushtim ditën, aj shërbim ditën, aj sabër me bedevit, aj sabër me armisht, aj sabër me munafikat, aj sabër në përhapet fes, aj sabër me njerëz, aj afërsi me njerëz, aj kontribut, aj namaz, aj dhikr, aj kuran, krejt që në piteje. Ti me ka me nësua, unë në kur gjësë kom këtu. Ti aj që veç mundësisht mësëm që shme të fëndrua. Dhe me gjithë këtë dua prap, edhe ka qenë njëri më falenderues në ftyrën e tokës,
Për këtë njerëzve, prap domon të ndërrozë kjo vallë simbolikë që duhet me menu për këtë. Duhet menu për këtë. Jo thjesht me e kalua, nga se këtu realitetet po mënoj realitetet të pamohueshme, të pashmangshme, që me to do të marrë ato. Ditën e gjykimit, këtë pejgambert, domon hadithi i madh i shefatit, pejgambert nuk marrin guxim me dalë për Allahut me lut, apo jo me lut me shpëtu njerëzit, veç me ardh Allahu me gjyku, nga se sikleti i njerëzve bëj madh. Paqartësia që ka ndodhur shumë e madhe. Vinë njerëz tek Nuhja al-Sumedini, apo hadithi i shefatit i madh, hadithi i gjatë, apo vinë te Nuhja, sa vinë te Ibrahim, sa vinë te Musa, vinë te Isa alayhis salam. Sa si pejgamber përmend një program që ka pas, Isa alayhis salam përmend kurrë. Thotë veç shka Isa alayhis salam, thotë idhhabu ila Muhammad. Shkojnë tek Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thotë pejgamberi kur vinë tek unë, edhe kërkojnë që më lut Allahun, thon unë jam për këtë punë. Se Allah e ka përzgjedhur. Që kjo është domthon, që kjo është ajo shefati i madh që i takon veç Muhamedit alayhis salam, si ka takon kurrë çfarë. E çka ndodh? Thotë shkoj tek arshi i Allahut, e vendosi kokën sejdë dhe Allahu më shpall falëndrime që si kom ditë më herët apo. Wallahi, kjo është mrekullueshme. Nuk thot më frymëzon Allah me lutje, me dua, me kërkesë, apo hamd. Don dash me afru Allahun, dash me koni afër me Allahun, dash me ndërhu gjendin, mëso me hëndruar. A ka siklet më i madh se dita e gjykimit? Nuk ka valla. A ka siklet më i madh dhe mjerim më i madh se me prit ditë gjykimit në mundime, në mjerime, në huajtje, nuk din ku kimë shkuar. A ka më i madh? Nuk ka më i madh. Dhe pejgamberi po përmend se rrugdala për këtë lëvizja e procesit bëhet me çka? Me alhamdulillah. Me alhamdulillah. A çështja e madhe kjo thon. A dhe më kemi rahimullah thot, nëse do me kuptu rëndësinë dhe peshën e këtij hamdi, kalon për çdo procedura, merri parasysh çdo kuptime, kimë pa në fund kur thosh, masi saj, alhamdulillah, ndrysh është nga ajo që thu para kësaj, alhamdulillah. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, thot kur kjo bëhet ngjyrim, thot robi e kupton që e tërçësh është në dorë të Allahut, e tëra mirësi është në dorë të Allahut xhalla xhalahu, dhe ajo është i vetmi që merr të lavdërohet, të falënderohet e kështu me radhë. Thot edhe se nëse dikush duhet më u qortu apo me dikon me u hidhnu apo ndaj dikut me u bezdis, është nifsjan. Duhet me kthy veç ka unë jam ai që realisht e na dim që njerëzit pak me u lëvit hesapi i duas ose i sprovës apo i kthejnë gishtat dikun tjetër, por mos po ka vetvetja e ty naftën. A dhe thotë Ibn Qayyim rahimahullah, domthon kjo është rruga e drejtë që ndërtohet mbi bazën e këtyre dy dijave atë. Dhe thotë dhe me këtë na e kuptojmë tash edhe më drejt, e kuptojmë më drejt fjalën se kush e njeh veten, e njeh Allahun xhallahu ala, nëse kush e njeh veten thotë Ibn Qayyim rahimahullah, kush e njeh veten si ignorant, si i padrejt, me tmeta e mangësi e domthon nevojë që ka për Allahun të bartëra, e kupton dhe e njeh Allahun me të kundërt në kësaj hapën. E njeh Allahun se është i gjithdijshëm, e njeh Allahun se është bujar, e njeh Allahun se është i gjithfuqishëm e kështu me radhë. Prandaj çka është ajo që i duhet njëri thonë, me njoh vetveten për me njoft Allahun. Nëse njeh Allahun, përfiton nga besimi në Allahun te barekutaala. Nëse njeh njëri veten, e kupton sa ka nevojë për shpallje, sa ka nevojë për shërimin që e sjell shpallja, sa ka nevojë për me e fik zjarrin e veseve të këqija të ignorancës me ujin e shpallës që Allah e ka zbrit shërim për zemrat dhe shpirtet e njerëzve. Prandaj duhet të punojmë në këtë drejtim të vazhdimit të ndërtuar me dallime që i përmara, jo në gozhdim të vetes e në nëshmim që nuk kupton zbrazje, zbrapsje dhe parulje dhe dobësim, por që nuk kupton një lloj, domethënë dinamike të ecës ka Allahu azza xal, por në rrugën e duhur dhe me qasën e duhur ku njëri në raport me Allahun gjithmonë e kupton se veç ai na mban, veç ai kujdeset, veç ai është dhuruesi i begative, ne jemi konsumuesit, jo falëndërues. Ne jemi përdoruesit, jo mirënjohës. Dhe kjo gjithmonë mban me kon i lidhur me Allahun xhallahu ala, nga se nëse Allah nuk të mban, nuk të udhëzon, nuk të fal, nuk të mëshiron, atëra nuk ka diçka që ti meriton me fitu këtë përveç se me mirësinë dhe begatinë Allahu te barekutaala. Dhe kjo i bën, sikur të thashë më herët, me përfundu me të, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, edhe kjo ja sill robit një gjendje aq domthon mbreslënse, një pritim
mahnitshëm të adhurimit, të përkushtimit, e ndërtimit ndaj Allahut, e të komunikimit me Allahun xhallahu ala, një pritim që i cili domosdoshmë përjetohet e nuk ka mundësi me asnjë gjuhë të formulohet apo të shprehet sikurse është realiteti. Allahu xhallahu ala boft falërues, ta boft Allahu që ta kuptojmë me vërtet me bindje të plot nga thellësia e shpirtit dhe zemrës se veç Allahu është ai që na ka begatu, veç ai është që ja begati, veç ai është rrusi begativ, ai na ka udhëzu pa asnjë merit për që kemi na. Ai na mban, ai na fal, ai na begaton dhe ne në raport me këtë jemi një hiç që realisht edhe ekzistenca jonë është komplet begati Allahu xhallahu ala pa asnjë merit. Po, s'kemi qenë hiç, lem yakun shay'in madhkura. Njerëz ka qenë kur gjë, diçka i përmend, si përmend as që e ditë kushibel. Allahu të ka sjellë nga mos ekzistenca në ekzistencë. S'ka qenë kurkon, ka ardhur domon në dunjë. S'ka pas kur jo të ka Allahu te bareke ve taala. Sa më tepër kemi këtë çështje, vallahi më modest jemi, më të porulur, më adhurues ndaj Allahu xhallahu ala jemi, më të mirë kuptues me vetë jemi dhe jemi më falëruar ndaj Allahu te bareke ve taala. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë. Kjo është meditimi që do të mendos bashkë me juve. Shpresoj që Allah të mëson me kuptu drejt si duhet dhe me trajtu dhe me punu me të si duhet. Allah në falë mëkatet edhe në udhëzon në rrugën drejt. Allah është përbleft. Wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.